Shikoni këtë letrën që kam këtu. Kjo është një pusull që e shpërndan Komuna e Kasharit. Shikoni këtu. Edhe thot, numri i telefonit thot për legalizim banese në Komunën Kashar, jep numrin dhe thot personi thirret Buli. Do me thënë, kjo letër, pa pik turpi, ju shpërndahet njerëzve sot në përdyer, edhe i thon njerëzve, thirrni Bulin që t'ju legalizoj shtëpinë ju 2 javë para zgjedhjeve. Këta, ja, me Bulin. Do me thënë, jemi katandis, po, i ke dhe ti letrën e Bulit. E thirë e Bulin ti? A? Se ke thirë? Shumë mirë. Unë them, kush ka telefon këtu? Kush ka telefon? Mere Bulin telefon. Mere Bulin, shohim, përgjigjet Buli apo jo? 068 20 068 20 57 711. Bjeri telefonit, Buli legalizon shtëpinë. Bjeri. Ta dëgjojmë a përgjigjet Buli apo jo? E ka mbyll, ha? E ka mbyll telefonin? Ose apo ka muzikë? Ha, vjen. Prit? Ha? Mos i bie gjithë për herë Bulit. Përshëndetje, zoti Buli. Tani kam një letër që më keni sjell këtu për të legalizuar shtëpinë. Numrin e telefonit dhe personi që thirret Buli. Jeni ju, besoj. Mund të vi të kontaktoj me ju për të legalizuar shtëpinë? Jo, unë jam banore e Komunës Kashar dhe më keni sjell një letër për të legalizuar shtëpinë. Si? Jo, unë kam letrën këtu që ma keni sjell dhe numrin e telefonit. Derisa keni vendosur numrin e telefonit, tregon që unë duhet vi të... Urdhro edhe një herë të lutem? Unë punoj në Komunën e Kasharit, por nuk merrem me legalizimet. Ju faleminderit. Në rregull. Jagu dolëm me i fjalë, kush ta haj, Buli shkret, punon në Komunën Kashar, Komuna Kashar shpërndan pusullat, thot thirrni Bulin, edhe Buli thot unë s'merrem me këtë punë.